Në Tiranë u zhvillua protesta i 29 kundër qeverisë dhe kryeministrit Edi Rama. Qytetarët u mblodhën fillimisht në sheshin Skënderbej për të marshuar më pas drejt godinës së kryeministrisë, duke përsëritur thirrjet simbolike që ka shoqëruar tubimet e deritanishme. Rama jep dorëheqjen dhe Rama në burg, Berisha në burg. Gjatë protestës u ritheksua kërkesa për dorëheqjen e kryeministrit dhe zbatimin e 5 kërkesave të ngritura nga organizatorët. Këtë herë ato u prezantuan nga Andi Tepelena, një prej organizatorëve të protestave të zhvilluara në kryeqytet. Sipas tij, kërkesa e parë dhe e panegociueshme mbetet dorëheqja e kryeministrit Edi Rama. Kërkesa e parë dhe e panegociueshme të gjithë është dorëheqja e Alibabës me 40 hajduta. Në fjalën e tij, Tepelena kritikoi qeverinë për politikat që sipas tij favorizojnë oligarkët dhe dëmtojnë interesat e qytetarëve. Ai u referua dhe një projekt ligji që sipas organizatorëve parashikon mundësinë e shitjes së pronave shtetërore shtetasve të huaj. Gjithashtu ai solli në vëmendje çështjen e pronësisë në vend, duke deklaruar se shumë qytetarë vazhdojnë të përballen me pasojat e legjislacionit të mëparshëm mbi tokën. Bën ligj antishqiptare. Po, kjo është e vërtetë. Ndërkohë që shes pronën shtetërore të huajve. Në tubim foli dhe një prej qytetarëve pjesëmarrës, i cili u shpreh se protestat e njëpasnjëshme kanë rrëzuar bindjen se shqiptarët nuk bashkohen për kauza të përbashkëta. Sipas tij, vazhdimësia e protestave ka forcuar solidaritetin dhe besimin mes qytetarëve që marrin pjesë në këto tubime. Protesta u zhvillua pa incidente të raportuara, ndërsa organizatorët deklaruan se mobilizimi do të vijojë edhe në ditët në vijim deri në plotësimin e kërkesave të tyre.